Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Falënderojmë Allahun azza wa jall. Salavatet selamet që dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim rreth një teme, nënat e besimtarëve, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet e tyre për ummetin. Nuk ka dyshim se gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përbëjnë prej familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është domethënë besimi i ahli sunnetit, dhe besimtarët e ahli sunnetit ja japin hakën, i respektojnë ato, ashtu sikur që ka dhënë hakun Allahu azza wa jall, po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk shkojmë në teprim, mirë po as nuk shkojmë domethënë mi nënçmu ato, duke e pas parasysh këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë: "Adhkurukumullah fi ahli beiti", ju kujtoj për hir të Allahut familjen time. Disa herë ka përsërit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, nuk e teprojmë, mirë po as nuk ja ulim vlerën, përveç se Allahu azza wa jalla ato që ka dhënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, besimtarët musliman të ahlu sunne në veçanti e dojnë domethënë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është ndalume që të flasim keq për ta, apo të flasim keq, apo të shajmë, apo diçka të tillë. Kështu që ne do të mundohemi me lejen e Allahut azza wa jall që tregojmë diçka domethënë nga Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe për jetën e tyre, për çdo njërin do të flasim me lejen e Allahut azza wa jall, atë vlerë që ja ka dhënë Allahu azza wa jall. Allahu subhanahu wa ta'ala në suratul Ahzab ajeti 6 thot: "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." I dërguari është më i afërt për besimtarë se sa ata njëri tjetrin. Gratë e tij janë si nënat e tyre. Pra, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë si nënat tona. Pra, ndalohet me to dhe mu martu. Ndalohet me to dhe mu martu. Për shembull, ata që kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mas vdekjes pejgamberit alaihi salam, është ndaluar domethënë martu. Pse? Sepse njeriu e ka të ndaluar mu martu domethënë me nënën e vet. E kështu që ne e kemi në atë grad. Në atë grad domethënë e kemi. Pra, nënat, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë nënat tona. Po, qysh i bjen që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kon në gradën e babës. Pse? Ka ardhur në hadith që ka thënë: "Innama ana lakum bi manzilatil walid." Unë për ju jam këshilltar, këshillues, sikur se baba ju që është këshilltar për ju. Do me thonë, kjo është morale. E kështu që edhe ne duhet që ja japim hakun ashtu që ka dhënë hakun Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, muhaxhirt janë vëllezërit tanë, edhe ansart po ashtu do me thonë janë vëllezërit tanë. Pse? Sepse ata kanë thonë: "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Suratul Hashr ajeti 10 ka thënë: "O Zot, na fal neve edhe vëllezërit tanë që na kanë pritur, domethënë para nesh." Kështu që ai i cili flet keq për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është domethënë larg imanit, besimit. Pse? Nuk plotësohet besimi përderisa nuk i besojsh pejgamberit ton. Edhe ti qysh mundesh me fol keq për gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?
Nuk ka mundësi një njeri I cili beson Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose pejgamberit Allahut edhe me fol keq për dikon. Shumë është e qartë. Sigur se tash dikush me thënë unë ty du, mirë po me fol keq për gruan tonë. A bën kështu? Çfarë dashnie është kjo? Çfarë dashnie është domethënë kjo nëse ti për shembull du, mirë po foli keq zi e mazi për gruan. Atëherë domethënë kjo tregon se ky person është shumë larg besimit. Edhe njeriu nuk bën me fol për nonën e vet keq. A thamna që gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë si nënat e besimtarve. E tash a ka mundësi dikush me fol për nonën e vet keq? Ja. Po ashtu domethënë edhe ne duhet mu kujdes domethënë me rujt gjuhën edhe mos me fol domethënë keq. Për ato në veçanti edhe për musliman në përgjithësi. Pse me fol keq? Pse me fol keq? Ku ki argument domethënë që ti domethënë që flet keq për dikon? Nëse ki argument, okay. Mirë po nëse nuk ki argument, atëherë duhet me hesht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ose fol mirë ose hesht. Pshele gojen, mbyllë gojen. A ka gratë më të ndershme se gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Këto jo na që po e thojmë. Mirë po Allahu azza wa jall po thot. Allahu I ka zgjedhë domethënë këto. Jo që na, unë ose ti ose ai tjetri, jo. Allahu azza wa jall ja ka zgjedhë. Ka thënë la yahillu laka an-nisa'u min ba'du wala an tatabaddala bihinna min azwajin wala wa'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiban. Këteje të tje, nuk të lejohet të martohesh domethënë me gra tjera. Pa marrë pa as të marrësh domethënë gra tjera në vend tyre dhe sikur të marrë domethënë bukuria e tyre domethënë me të mashtru ty me dash domethënë, më nuk lejohet. Ja ka ndalu domethënë pse këto I ka zgjell Allahu azza wa jall përveç se sklavëve. Domethënë nëse ka ndaj rob bresh nëse që kanë qenë atëherë në luftë, atëherë domethënë ajo po mirë po me dash me lëshu një gru tash me marr tjetrën ja. Bilën për disa inshallah do të flasim që e ka shkurorizu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po ka ardhur selami prej Allahut, ka thënë ktheje ka thënë se ajo është sawama qawama, ka thënë ajo është që agjeron edhe që fal namaz natës. Qëra domethënë nëse të vjen lavdata prej qiellit, Gjibrili alayhis salam, nëse të bjen selam prej Allahut azza wa jall, ka thënë për Khadijën radhiyallahu anha, ka thënë o Muhammed, bani selam Khadijës edhe përgëzoje me një shtëpi në xhenet. Inshallah kur do të flasim për Khadijën, do ta tregojmë këtë ngjarje. Dhe tash, a ka mundësi dikush me dalë më I mençëm dhe me thënë jo kështu, jo ashtu? Nuk ka mundësi, neve na kërkohet që të heshtim edhe të ruajmë gjuhën tonë. Allahu azza wa jall thot: "Falamma qada Zaidu minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi ad'iyaihim idha qadaw minhunna wataran wa kana amru Allahi maf'ulan." E pasi Zaid bin Harith, më thonë që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka marrë si evlat, e ka për me mbikëqyr, fillim domethënë, pastaj e ka hek, e ka largu pse? Se nuk ka është ndalu. Thotë pasi Zeidi bashkëjetonte me gruan e vet dhe u nda prej saj, ne ta dham ty për bashortë në mënyrë që besimtarët të mos ngurojnë që të martohen me gratë birësuarve të tyre, pasi ata të kenë plotësuar dëshirën e tyre dhe të jenë ndarë. Urdhri I Allahu subhanahu wa ta'ala do të përmbushet detyrimisht. Allahu azza wa jall na ka tregu se gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë më të mira, domethënë në dynja. Ka thënë ja ejuhan nisa, ja nisa an-nabi lastunna ka ahadin min an-nisa in ittaqaytum.
ka thënë oj gratë e pejgamberve, o gratë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, ju nuk jeni si gratë tjera. Nëse i friksoni Allahut, pra nuk është gruaja e pejgamberit si një gru, do më thonë që ka qenë në kohën e pejgamberit, alezon që konë xhamatli i thjesht. Pse? Se gruaja e pejgamberit çdo kush e këqyr, do më thonë me një gabim, me një sy ma ndryshe. Po ashtu edhe sot. Nuk është gruaja i një thirrësit, sikur se një gru për shembull tash mos nënçmohet dikush me thënë si një pastrusit për shembull. Pa e thotë unë pa shkollë, unë kështu, unë ashtu, do me thënë, edhe nëse bëjnë e gabim, nuk qënë shumë pesh. Mirë, po nëse gruaja një thirrësit gabon, kiameti kërset. Po ashtu edhe gratë e pejgamberit, me thënë, nuk janë sikur gratë e thjeshta. Edhe ato kanë vlerë, nëse ja kanë frikën Allahut, mundon me që mirë, po jo si gratë e pejgamberit. Gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë gratë më të mira. Allahu azza wa jall po thot, nëse i friksoni Allahut, e me siguri që ato ja kanë pas frikën Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall e ka ndalu për besimtarët që të martohen me ta. Sikurse që e ka ndalu, dhe me thonë, njerëzve, djemve mu martu me nonat e veta. Mirë po me gra tjera është halal. E ka leju, dhe me thonë, Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall po thotë, wa ma lakum an tu'dhu rasulallahi wa lan tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Nuk ju takon juve me pengu pejgamberit. Mirë po as me ju martu me gratë e tynve. Inna dhalikum kana inda Allahi azima, se kjo është e madhe të Allahu azza wa jall. Nuk bën. E sot disa prej xhamatit apo prej grupeve të sufive apo edhe të shiave me siguri janë që nuk bën mu martu, do me thënë, me gruën e hoxhës. Nëse ka vdek hoxha ose ka lëshu, nuk bën mu martu. Pse? Se ajo, do me thënë, është shajt. Ja. Me gra tjera mundet, ka vdek burri, mundet më martu, masi që ta krynat i detin, mundet më martu, ose është nda, mundet e më martu. Mirë po, dhe gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk bën. Nuk bën, është ndaluar, do me thënë, sepse ato kanë tjera, do me thënë, vlerat e Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall po na tregon, do me thënë, që nëse dëshirojmë diçka me kërku prej tynve, atëherë me kërku mas perdes. Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dhalikum min wara'i al-hijab, wa huwa atharu lakum liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallah. Nëse pyetni, kërkoni diçka prej tynve, prej grave të pejgamberit, atëherë kërkoni prapa perdes. Kjo është, do me thënë, më pastër për zemrat tuaja dhe të atyre. Pse? Se ka mundësi, do me thënë, njerit me shku një jeti i keq. E kështu që për me konë pastër edhe ti, edhe ajo, atëherë, do me thënë, duhet me pas një farë pengese, jo mu qelë shumë, me bo muhabet. Kjo ka ndodhë në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam duke qenë në etikaf, ka ardhur Safia, gruaja e pejgamberit alayhis salam, edhe u kon terr. Edhe disa njerëz e kçyshin me kon po fol pejgamberi edhe për shenjë një gru. Edhe pejgamberi alayhis salam për me hek këtë dyshimin, ka thënë kjo është gruaja jeme, Safia është kjo gruaja jeme. Do të thonë që me hek atë dyshim, me thonë qyre pejgamberi alayhis salam po thotë në etikaf jam, natën po rinë me gra. Jo, mos me ta hek dyshimin krejt, ka thënë kjo është, do me thënë, gruaja ime Safia. E si është, do me thënë, për ata njerëz, do me thënë, të cilët flasin keq. Allahu azza wa jall po thot: Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain
wa kana Allahu ghafuran rahiman, o profet, o pejgamberi i Allahut, thuaj grave dhe vajzave të tua, si dhe grave të besimtarve, që të lëshojnë në mbulesën. Ta lëshojnë mbulesën e tyre rreth trupit. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ato të njihen e të mos ngacmohen nga të tjerët. Pse? Nuk ka mundësi radhjer ato nëse del një motër muslimane për shkak me mbulesë dhe me ngacmu dikush. Mirë, po nëse del e zhveshur, atëherë me siguri që kanë me ngacmu. E kështu që për mu dallu prej atyre, edhe për mos me të ngacmu kërkush, atëherë dhe me thonë, ka thënë për mu mbulu. E kështu që Allahu Azza wa Jall na ka tregu do me thonë mënyrën se si do me thonë ta parandalojmë të keqen. Pastaj Allahu Azza wa Jall po na tregon neve se ka me pas disa njerëz të cilët i kanë zemrat e sëmuara, edhe munafik të cilët kanë me fol, kanë me bo. La in lam yantahi al-munafiquna walladhina fi qulubihim maradun والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Nëse nuk heqin dorë hipokritët, munafikët, ata që kanë sëmundje dyshim në zemrat e tyre, dhe më thonë, në zemrat e tyre, dhe ata që për hapin lajme të rajme gënjeshtra në Medinë, ne me siguri ty të japim pushtet mbi ta, dhe ditët e tyre në Medinë janë të numruara. Dhe kena me dhënë të pushtet, edhe ditët e munafikëve, edhe atyme që i kanë zemrat e sëmuara, ata i kanë ditët e numruara, kanë me dalë, do me thonë prej atyjit. Allahu Azza wa Jall nuk e pranon arsyetimin, do me thonë atyve të cilët i akuzojnë apo flasin keq për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo nënat e besimtarve. Allahu Azza wa Jall po thot: "Yawma tuqallabu wujuhum fi an-nar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila." Ata thon: O Zoti ynë, ne ju bindëm paris ton dhe prorëve tan, por ata na shmangën prej rrugës së drejtë. Më thënë, na kanë largu ata prej rrugës së drejtë. Pse? Pa ata kanë fol keq. Ajo kështu, ajo ashtu, ajo kështu, ajo ashtu, që kanë fol keq për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para mendo vllai jemi dashur. Ti po flet keq për gruën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po fol, do të thënë, çka po ta merr mendja, çka po ta thot gjuha. Për Aisha radiallahu anha, sidomos për Aishën, sidomos për Hafsën, vajzën e Abu Bekrit, vajzën e Omerit radiallahu ta'ala anhum. E ti, kur pe kthen mrapa kryt peshe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a nuk thot, a nuk ke turbe ti me fol për gruën teme keq? A ka mundësi një njeri me fol keq për gruën e shokut vet, për atë njeri që thot unë e du? A nuk është turp që nesër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thonë ty: o filan, qysh me ti fole për gruën teme keq? Sot ne në jetën e përditshme me bo me fol për gruën e dikujt zeq aty rrugës dhe thot: qysh me ti, ta kom qit një kafe, të kom respektu, të kom nderu, ti po folish keq për gruën teme. A nuk vjen turp? A çka është me dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me thonë: o filan, ti që ke pretendu se ti po e njek sunetin tem, ti po ke fol keq për gratë e mija, ti as i ke besu Allahut Azza wa Jall, ti a nuk i ke besu Allahut Azza wa Jall që Allahu ka dëshmu për ta, Allahu i ka pastru ata, ti as Kur'anit si pas ke besu, se jo veç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku është ajo që po thëjmë, ne i besojmë Kur'anit, ne e dojmë Kur'anin, ne e dojmë Allahun, ne e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse ti e don Allahun, atëherë duhesh mi besu Allahut Azza wa Jall. Allahu që na ka tregu neve në Kur'an, nëse i ke besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë ti duhet me dasht ato që ka dasht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salam, gratë i ka dasht, i ka respektu,
nuk tregohet se pejgamberi alayhis salam e ka rreni gruan, i ka mshu një gruan. Atëherë do më thënë, ku është dashnia jonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vëzër janë 19. Khadija bintu Khuwailid, Sauda ibn Zum'a, Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhum, Hafsata bint Umar, Zainab bint Khuzayma, Salama radiallahu anha, Zainab bint Jahsh, Juwayriyata bintu Harith, Habibata bintu al-Harith, Safiyata bintu Huyay ibn Akhtab, edhe Maimuna bintu al-Harith. E ka pas edhe Mariatul Qibtiyya, robreshën e cila e ka linë me të, do më thënë, Ibrahimin, djalin e vet, i cili ka ndru jetë kur i ka pas 16 ose 17 muj. Për këtynve, vetëm Aisha radiallahu anha ka qenë beqaresh. Do më thënë, vajzë ka qenë. Këto tjerat, krejt, për shembull, Salamës, kur i ka vdek burri, ka lutë Allahun azza wa jall, pejgamberi alayhis salam ka thënë, bën dura edhe lutë Allahun azza wa jall. Thot kom bo durim edhe kom lutë Allahun azza wa jall e Allahu ma pranoi dua. Tha, ma ka shëndru më të mirë se Ebu Salamën. I ka vdek burri, ka bo dua, atëherë do më thënë ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush thot, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë gra? Ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë gra, sepse kanë dash, do më thonë, që me pas kret akraballëk me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Na kemi tregu edhe kur kemi fol për Omerin radiallahu anhu, kur ka shku, do më thonë, mja lyp vajzën e Aliut, ka qenë e vogël, e re. Edhe për këto do të flasim inshallah, se po dalin dyshimet shumë, ta do më thënë, a bon mu martu vajza 12 vjet as bon. Mbretnat të Evropës janë martu me vajzë 10 vjet, 12 vjet. Inshallah do të bim me argumente. E ka pas qef, do më thënë, që mu kon akraba dhe ma i fort. Pse? Se ka thënë të gjitha lidhjet farefisnore do të ndërpritën ditën e gjykimit, përveç se lidhjes farefisnore tem. Lidhja farefisnore pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kështu që, do më thënë, Omeri ka qenë baballëki Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka pas vajzën, Hafsën e ka pas. Bilem Hafsa ka qenë që u shkororizu një herë, edhe ka thënë, ktheje, se ka thënë, ajo është sawame, qawame, ajo është që fal namaz natës edhe agjeron ditën. Dhe më thënë, me urdhër të Allahut azza wa jall. Dhe më thënë, që njeri nëse vjen urdhri prej Allahut, dije se ti ki vlerë, ti ki peshtë Allahu azza wa jall, nuk jetë njeri thjesht. Omeri, dhe më thënë, e ka pas, pejgamberi alayhis ka pas baballëk Omerin radiallahu anhu, mirë po ka dasht më konë edhe më afër. Pse? Me mesin. Pse? Vajza Aliut radiallahu anhu, mesa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më konë, më thënë, shumë afër. Po ashtu, do më thënë, edhe këta tjertë. E kështu që, shumë që është martu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëna prej mendimeve është se kam pas dëshirë, do më thënë, më konë akraballëki, do më thënë, shumë ma afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, javën e ardhshëm do të fillojmë apo do të startojmë me Khadijën, do më thënë, gruaja e parë e cila e ka pranuar edhe Islamin. Edhe këtu është, do më thënë, argument se dini Allahut e nderon femrën, se ka qenë për krahëse e fort e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i ka zbrit shpallja. Andaj do të shohim, do më thënë, kush ka qenë Khadija radiallahu anha, edhe kjo ka qenë 25 vjet, do më thënë, 20 vjet dikun, më e madhe po mdoko se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kur është martu, pejgamberi alayhis salam ka pas 25 vjet, kjo i ka pas dikun 40 ose më shumë. Do më thënë, ka qenë më e madhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kur është martu, do më thënë, se ka pas sinceritetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Se pejgamberi alayhis salam është njohur si besnik, do të thonë edhe para islamit. Mirë po, kur erdhi islami, do të thonë ajo është vërtetu edhe më shumë. Andaj e lutim Allahun azza wa jall që të na mundsoj ta kuptojmë dinin e Allahut ashtu sikur çdo Allah subhanahu wa taala, ne do të shohim, do të njoftohemi, do të thonë për çdo njërin nga pak, inshallah nuk do të zgjasim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.